Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Nga studio e radios dëshiroj t'ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar që dita t'ju fal shumë mbarësi. Studio jon sot është bashkë me nxënës dhe mësues të shkollës së mesme austriake, një shkollë që operon në teknologjinë e informacionit. Shkolla e mesme austriake Peter Maringer është e njohur natyrisht në këtë fushë për ecurinë e saj prej vitesh, e aq më tepër për suksesin e mëtejshëm të nxënësve që mbarojnë këtë shkollë. Sot ne do të ndalemi pikërisht në atë që bulon në suksesin apo në ecurinë e këtyre nxënësve, në praktikimin e mjaft njohurive që ata marrin në mjaft projekte që nxisin kreativitetin e tyre dhe që u drejtohen fushave teknologjisë në pozicione të veçanta. Ndaj sot në këtë studio unë kam ftuar mësues dhe nxënës të kësaj shkolle. Janë pikërisht profesorët Frank Kasmi, mirëmëngjes profesor, mirë se erdhët. Është profesor Dominik Stokleser. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Një profesor austriak dhe nxënësit Samantha Preka, Eni Mandia dhe Saad Osmanovic. Ato do vinë njëri pas tjetrit në këtë studio për shkak të protokollit që natyrisht studioja ka. Të flasësh për projektet do të thotë diçka e bukur që nuk lidhesh thjesht me zilën dhe orën e mësimit ose mbarimin e një teme, apo jo profesor. Është ndoshta një përballje me rezultatin e atyre njohurive që nxënësit marrin në mësim në shkollë, në ecurinë e tyre. Është shumë e vërtetë zënë Sokoli. Faktikisht ne Çoba, sepse unë kam Sokoli Çoba. Sokoli Çoba. Do më vi keq bashorti. E kuptoj, jo, nuk duam ta mërzisim. Në respekt, ja, e përshëndesim. Projektet janë një pjesë shumë e rëndësishme që ne përfshim në kurrikulat tona dhe e bëjmë këtë vazhdimisht edhe në mënyrë periodike dhe duke u ngritur edhe në nivelin e kërkesave ndaj nxënësve. Sepse qëllimi është që nxënësit kur të përfundojnë ciklin e formimit në shkollën tonë, më saktë të shkojnë deri tek matura austriake dhe shqiptare që marrin në shkollën tonë, duhet të hartojnë një temë diplome në kuadër të vitit të fundit të maturimit të shkollës tyre, e cila mundësisht të jetë një temë aktuale ose të zgjidhë një problematik të cilin dhe nxënësit mund ta parashtrojnë vetë si ide në kuadër me fokusin dhe me bashkëpunimin që kanë me profesorët dhe me degën përkatëse. Konkretisht, unë isha shoqëruesi bashkë me kolegun Stokleser këtë vit një temë diplome që parashtron shumë bukur kombinimin e kreativitetit, të zbatimit të dijes që kanë marrë ndër vite, si dhe të një problemi akut ose aktual që i inspiroi ato nxënës ta bënin atë temë. Tema e diplomës quhej Motion Track dhe qëllimi ishte që të bënin një pajisje e cila vendoseshin në kurrizin e njerëzit dhe bën matje të vazhdueshme me sensor që janë të vendosur te kjo pajisje dhe komunikon me pajisje të ndryshme si kompjuterin dhe celularin për njoftuar mbi një qëndrim ndoshta të gabuar të trupit. Dhe qëllimi ishte që këto sinjalizime që të ishin në mënyrë të vazhdueshme dhe nga këto sinjalizime të ishte preventive masat që mund të merrte njeriu në formën e një pushimi, një lëvizje, një alternimi që mos të shkonte deri në probleme shëndetësore. Nga lindi si ideja lindi pikërisht nga një afërm familjar i një prej nxënësve që inicioi idenë, sepse kishte pasur pikërisht probleme shëndetësore të skoliozës me shtyllën kurrizore dhe këtë donte ta frenonte për të ardhmen duke nxjerrë një produkt që nesër pas nesër fare mirë mund të jetë në treg dhe të shumë fishohet për popullin.
Në fakt, kjo që thoni ju, profesor, më shtyn drejt një tjetër projekti që ju keni pasur ndoshta 2 vite më herët, me qenë se ju ndjek në vazhdimsi. Një nga nxënësit tuaj, Gëzim Dibra, kishte projektuar një shkop ose shkopin e bardh, i frymëzuar pikërisht nga një nevojë, nga një njeri që kishte nevojë për shoqërim pasi kishte probleme me shikimin në rrugicën e tij, dhe është shumë bukur kur pikërisht këto projekte lindin nga ndjesi shumë humane që të shërbejnë, janë të frymëzuara. Profesor Dominik, natyrisht këto projekte kanë frymëzim, por dhe frymëzohen nga ju, sepse nxënësit natyrisht duhet të kenë një mbështetje. Natyrisht një ri me luhatjet që ka, me vrullin e rinisë dhe të pasionit, ka dhe brishësinë e ecjes natyrisht. Dhe një mësues që t'i mbështes duhet t'i frymëzoj. Kështu është në mendimin tim, apo jo, profesor? Es geht darum, dass die Schüler auch ihrer Meinung nach, oder ich möchte dich fragen, ob es darum geht, dass wir die Schüler auch motivieren müssen, im Zuge auf die Ideen, die sie bereits haben und in die Realität umsetzen wollen, in Bezug auf die Fähigkeiten, die sie bei uns erwerben. Ja, die Fähigkeiten, die Grundfähigkeiten haben sie, und was wir dann machen, ist, wir nehmen sie einfach mit und spezialisieren sie in den Themenbereich, den sie haben wollen. Kompetencat bazë që nevojiten për shumë ide që mund kenë nxënësit për të realizuar, ato i përvetsojnë ndër vite dhe ne thjesht pastaj bëjmë marrjen përdore dhe dërgimin deri në destinacion që të realizojnë ato dëshira dhe ëndra. Sa rëndësishme është të mbështetësh me ide, por edhe emocionalisht pikërisht këto nxënës, në mënyrë që ti thosh, po, është shumë bukur. Wie wichtig ist es, nicht nur vom technischen und vom Fach-Know-how diese Schüler zu unterstützen, sondern auch vom menschlichen Aspekt, damit sie den Mut haben, voranzugehen? Ja, der menschliche Aspekt ist immer extrem wichtig. Also ohne den einen geht das andere nicht. Und ohne die Kreativität, die sie mitbringen, können wir das Technische nicht fördern. Das heißt, das eine ohne das andere nicht, und nur die beiden, also Personen, die beides gut haben, quasi können auch ein gutes Produkt oder ein gutes Design oder was auch immer stellen. Thotë që të dyja aspektet, si aspekti teknik dhe i aftësimit, ashtu si dhe aspekti njerëzor, le të themi, ose frymëzimi, emocioni, kreativiteti, janë të domosdoshme dhe një bazë e nevojshme që të puqen si elemente në mënyrë që të shkohet në destinacion për realizimin. Të futemi pikërisht drejt për drejt në realizimet. Në çfarë dihet që fusha e teknologjisë është aplikimi që nxënësit bëjnë. Në çfarë drejtimesh janë të përqendruara këto projekte? Po. Faktikisht shkolla jonë në vitin e parë dhe vitin e dytë të shkollës mesme bën një formim të përgjithshëm në të gjitha sektorët dhe degët që ne ofrojmë. Më pas, në vitin e tretë të shkollës mesme, nxënësit duhet bëjnë një zgjedhje të degës që ato dëshirojnë dhe profilit që dëshirojnë. Ka një profilizim pra me sa shumë. Profilizimin ne kemi 3 gjysej ose 3 degë të brendshme si mend në shkollës tonë, që është teknika mediatike, teknika e rrjeteve dhe sistemi teknik. Në varësi të preferencave që nxënësit ose të pasionit edhe prirjeve që ato identifikojnë gjatë 2 viteve të para, bëjnë zgjedhjen e njërës prej këtyre 3 degëve dhe fokusi pastaj vendoset pothuajse 100% tek kjo degë. Bashkë me projektet që ato fillojnë. Le të drejtohem mikrofonin Samantës, e cila është një maturante dhe është pikërisht në atë përzgjedhjen që ka bërë në drejtimin që ajo ndjen. Cili është ky drejtim që ti ke përzgjedhur, Samanta? Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Si që thatë dhe unë jam Samanta, jam maturante e vitit të 5A dhe unë kam zgjedhur një nga profilet cilat kemi pasur. Unë kam zgjedhur rrjetin e teknikave. Të shpjegoj pak shkurt se çfarë është rrjeti i teknikave ose teknika e rrjetit. Një rrjet në teknologjinë e informacionit është lidhja e 2 sistemeve kompjuterike me njëri tjetrin, minimumi 2. Dhe një rrjet mund të jetë për shembull në punë, në zyrë, në shkollë dhe kudo. Edhe në shtëpi kemi rrjet, pra internetin, dhe ne nxënësit që kemi zgjedhur këtë degë mësojmë se si t'i krijojmë këto rrjete, mësojmë se si t'i rregullojmë në rast se ato mund të kenë një defekt, mësojmë se si t'i mbrojmë nga
keqpërdorimi i njerëzve të tjerë, mësojmë se si ne t'i ruajmë informacionet tona dhe ç'është më e rëndësishme ne mësojmë edhe për punën, nëse nesër ne na ofrohet një punë, jemi të përgatitur në shkollën tonë me anë të laboratorëve që ne kemi, pajisjeve, kompjuterave dhe të gjithë pajisjeve të tjera që përdoren për krijimin e rrjeteve në shkollën tonë. Është interesante sepse këtë ndjesi me siguri ke pasur së afërmi gjatë jetës në ditët kur ke dashur të rregullosh diçka në afërsinë tënde, në shtëpi ose diku tjetër apo jo? Po. Prandaj zgjodhe këtë. Po. Më pëlqen shumë, madje një pikë tepër kryesore e këtij profili është siguria e rrjetit. Kjo është ajo çka më ka intriguar më shumë, them drejtën. Sot është shumë e rëndësishme që të dhënat tona të ruhen. Secili nga ne do të ketë një jetë private sa më të qetë, të pashqetësuar dhe kjo është një pikë kryesore për të cilën ne informohemi dhe mësojmë se si t'i ruajmë dhënat tona dhe të njerëzve tjerë. Pra, ne nuk duam që të dhënat tona të keqpërdoren, emrat tanë, adresa, fotot, është shumë e rëndësishme për ditët e sotme. Gjithashtu, jo vetëm në këtë kuadër, po edhe informacione që ne mund të kemi, për shembull, secili nga ne mund të ketë një llogari bankare dhe informacionet e tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për ne. Edhe kur e mendon për hapjen që ka teknologjia, e cila është bërë pjesë e pandashme e jetës, këto gjëra vërtet zënë një peshë mjaft të rëndësishme në ecurinë e gjithë secilit. Le të kalojmë tek projektit që ti bashkë me shokët tuaj, nuk e di, keni punuar në grup? Po, kemi punuar në një grup prej 3 personash, unë, Andrea Gjerkaj dhe Tonita Gjeluci, dhe projekti konsistoi në krijimin e rrjetit të shkollës pyjore. Pra, me anë të një firme austriake, e cila na ka bërë të mundur realizimin e këtij projekti, ne që nga planifikimi e deri tek gjetja e pajisjeve dhe vendosja atyre në vend, kablimi dhe të gjitha proceset e tjera, i kemi bërë vetë, natyrisht me ndihmën e mësuesve tanë. Pra, e keni implementuar, e keni zbatuar, apo jo, profesor? Ishte diçka interesante. Si u përqafua pikrisht kjo ide që ju lindi në një moment të caktuar? Atëherë, shkolla pyjore ka kërkuar krijimin e rrjetit nga shkolla jonë, domethënë, dhe siç e thash, me anë të kësaj firmes austriake na kanë kontaktuar dhe na kanë zgjedhur nga 7 nxënës që jemi në grupin e teknikës së rrjetit, na kanë zgjedhur 3 prej nesh për ta realizuar këtë projekt. Dhe puna filloi patjetër në letër dhe me ndarjen e detyrave. Si ishte ky proces? Po. Atëherë ky ishte një proces pak i vështirë. Unë isha dhe liderja e grupit dhe normalisht është një çik e vështirë sepse ishte një projekt real dhe kjo ishte ideja. Nuk është se ishte një projekt që do e bënim, do e dorëzonim, do merrim një notë, ishte projekt real dhe kjo është ajo çka është më e rëndësishmja dhe këtu është pika ku unë kam kuptuar se të gjitha ato gjëra që kemi mësuar gjatë viteve në shkollën austriake ja kanë vlejtur dhe kjo ishte pika ku unë i vura në zbatim, si të themi, të gjitha ato dije që unë kisha mbledhur. Tashmë projekti është implementuar, apo jo? Po. Funksionon mirë, interesoni vazhdimisht si shkon, ka probleme, ka defekte, mund të përmirësoni diçka, ka ndonjë vërejtje, si? Tani për këtë pjesë, sepse dua të them dhe diçka, në shkollën tonë jemi mësuar të punojmë, por të punojmë në bazë të largpamësisë. Do me thënë, ato çka ne krijojmë, duam që edhe me kalimin e viteve të themi të jetë stabile dhe e bërë mirë.
Tani, për këtë pjesë ne kemi krijuar manuale, të cilat do t'ju shërbejnë, sepse kështu ishte edhe tek kushtet që shkolla kërkonte, kemi krijuar manuale përdorimi për secilën pjesë që ne kemi bërë tek shkolla pyjore, në mënyrë që nxënësit dhe mësuesit të kenë një mbështetje në rast se ato kanë nevojë për t'rregulluar diçka apo për të shtuar më shumë në rrjetin e tyre. Gjithë skemën gati në mënyrë se ku qëndron një problem a një tjetër, nëse mund të shtojnë me vite diçka, ju e keni të planifikuar çdo gjë apo jo? Po, çdo gjë. Mirë, ju e inauguruat këtë projekt? Po, ne inauguruam dhe çdo gjë shkoi mirë, shkolla ishte shumë e kënaqur, puna ka qenë intensive. Për sa kohë keni punuar? Atëherë në shkollën tonë diploma zgjat që nga marrja, do me thënë besoj nga nëntori, dhjetori, e deri në finalizimin e saj, do me thënë deri në fund të prillit, sepse tani e kemi dorëzuar komplet si dokument, dhe për këtë periudhë kohe ne e kemi planifikuar, kemi vendosur pajisjet, kemi bërë kablimin, instalimin e programeve, dhe gjithashtu kemi krijuar një platformë online, pasi ishte shumë e rëndësishme për kohën e Covidit, dhe të gjitha këto ne kemi kryer brenda këtyre muajve. Ne të rriturve, gjithmonë kur kujtojmë vitet e hershme të shkollës, të fëmijërisë, të rinisë, kujtojmë disa gjëra që të mbesin si gjurmë të pashlyeshme. Dhe ndoshta pikërisht këto pjesëmarrje, këto projekte, këto ecuri tek ju nuk do harrohen apo jo. Mendon se pikërisht realizimi i këtij projekti, apo dhe i projekteve, apo pjesëmarrjeve të tjera, në një farë mënyrë kanë dhënë një premtim brenda vetes ose kanë vullosur diçka në rrugtimin tuaj të mëpasëm? Po, natyrisht që po. Mund të them madje se është projekti më i madh që unë kam realizuar deri më tani dhe më i rëndësishëm, dhe siç the edhe ti, dhe hapi i parë drejt karrierës time. Dua të përmend edhe faktin se unë dua të vazhdoj shkollën e lartë përsëri për këtë deg, dhe gjithashtu ky projekt ka ndikuar shumë tek përzgjedhja në shkolla, tek përzgjedhja degës time, dhe ka ndikuar për pozitivisht në pranimin tim në shkollë. Madje ky është një projekt i cili pasuron CV-n e çdo kujt, sidomos ne që duam të krijojmë karrierën në teknologjinë e informacionit. Të falenderoj shumë, Samantha, që solle pikërisht jo thjesht informacionin, por ecurin dhe emocionet e shoqëruara së bashku, apo jo? Ndërkohë patjetër që do të kemi një tjetër të ftuar nxënës, profesor, të jesh bashkë me këtë nxënës nuk është e lehtë, apo jo? Sepse përveç kërkesave tuaja, ata kanë kërkesat e veta. Patjetër, por është një punë shumë e bukur, edhe që asnjë ditë nuk është njësoj me tjetrën, themi ne gjithmonë, sepse ka përveç vështirësive apo fazave të vështira, le të themi, që mund të ketë edhe nga ana e nxënësve dhe nga ana jonë, gjithmonë shumë edhe emocione të bukura, sidomos ne personalisht gëzohemi shumë kur arrin dhe realizojnë diçka të cilën pastaj e kanë të prekshme, kanë mundësinë të reklamojnë, kanë mundësi të krenohen që po këtë e bëra unë, dhe në një farë mënyrë ne që kur kemi qenë të vegjël, gjithmonë na thuheshe mësoni se shkolla është e rëndësishme. Por asnjë fëmijë besoj nuk arrin në moshën dhe pikurinë që ka në ato faza që i thuhen këto fjalë të kuptoj vërtet se ku po shkon ose çfarë po i sjell. Dhe këto projekte në një farë mënyrë ose këto fakte të prekshme që nxënësit përjetojnë janë pikërisht e vërtetimi që para se dalin nga shkolla, që prit se këtë që pas ka mësuar unë vërtet më shërbeka, vërtet që ka dhe shumë një jetën reale. Dhe të jep një hap sigurie, natyrisht. Profesor Dominik, si mendoni, baza laboratorike e shkollës sa i ndihmon pikërisht nxënësit për të tilla ecuri? Wie denkst du über die Hardware bzw. die Labors der Schule, wie wichtig die sind für die Entwicklung der Schüler
gezielt in die Zukunft quasi und für die Projekte. Okay, extrem wichtig, weil dort lernen sie selbstständig zu arbeiten und selbstständig sich weiterzuentwickeln. Wir haben zwar das Internet, aber richtig im Internet zu suchen und die Sachen zu finden, die man braucht, muss man üben, und für das sind unsere Labors extrem wichtig, damit sie das über die 5 Jahre, die wir haben in der HTL, lernen, wie sie sich später die Informationen selbst suchen können. Për mendimin tim, laboratorët janë shumë të rëndësishme, thotë, dhe esenciale për mbarvajtjen e punës, sepse aty nxënësit mësojnë në mënyrë autonome dhe mësojnë që të jenë autonom në atë çka bëjnë nesër pas nesër. Ne të gjithë dimë që interneti ka një pafundësi informacionesh për ne, por një pjesë e mirë e formimit të tyre është dhe të mësojnë se si të gjejnë informacionet që atyre i nevojitet dhe janë të vlefshme në atë portal të pafundëm dije, le të themi, dhe sidomos që të vinë në zbatim nesër pas nesër. Kështu që baza e laboratoreve, e kompjuterave në shkollën tonë është esenciale për suksesin e tyre. Ju profesor thatë që është e rëndësishme të dinë se çfarë informacioni të gjejnë dhe është i nevojshëm, është i domosdoshëm, është i vlefshëm në atë ecuri që nxënësit të rinjt, po të gjithë njerëzit kanë, sepse interneti dhe informacionet janë të pafundme. Kjo është edhe nganjëherë një diskutim tepër social përveç se teknik, sepse të ulesh në internet do të thotë mund të kalosh orë të tëra, por është e rëndësishme të gjesh të dobishme, thelbin, dhe ndoshta përveç se një profesor që jep shumë çka shkencore, teknike, është rasti të qëndrojmë edhe në atë pikën që një profesor është edhe edukator, që drejton pikërisht tek e mira, e vlefshmja, e dobishmja, interesante, apo jo? Patjetër. Ndërkohë që këtu kam Saadin. Saad nuk je maturant më duket, një vit para maturës. Po, do të jem vitin e ardhshëm maturant, megjithatë puna për diplomën ka filluar që tani. Unë kam zgjedhur degën që jep mësim dhe profesori këtu, sistem teknik. Fillimet që kemi pasur në këtë degë kanë qenë me qarqet e thjeshta, siç për shembull kemi bërë në shkollën fillore, që janë qarqet ku secili ka pasur të lidhur një llampë me një çilc dhe dotet që llampa të ndizet, dhe kështu me kalimin e kohës kemi vazhduar të mësojmë mbi qarqe më të komplikuara, duke formuar lidhje komplekse, për shembull të një qarku komplet të një dhome apo mbase qarkut komplet të një shtëpie. E kështu? Këto janë njurit që ju keni marrë bazë. Mbi këto ju keni investuar diçka tuaja, diçka që lidhet edhe me ndjesit, që hedh hapat e një projekti dhe finalizohet më pas. Çfarë mund të thuash për grupin tënd që keni realizuar një projekt pikërisht këtu në këtë fushë? Grupi im që po fillojmë të merremi me temën e diplomës, arritëm të zgjedhim një temë të përbashkët. Ideja nga tema u dha nga unë, por u pëlqye gjithashtu edhe nga dy nxënësit e tjerë që po punojnë me mua. Profesori na nxiti gjithë nxënësve të sugjeronin të gjithë idetë të cilët kishim dëshirë të punonim, të cilat i kishim me qejf. Megjithatë për nxënësit që mund të mos kishin një ide konkrete, ai kishte gjithashtu të përgatitur atë tema që t'i jepte një udhëzim atyre, një drejtim. Unë tema mbi cilën punoj është një temë e cila e kam zgjedhur vetë. Ajo ka të bëjë me makina autonome, që do të thotë makina të cilat udhtojnë vetë, autopilot, siç mund të thënë ditët e sotme, pra pa nevojën që një njeri të qëndrojë në timon, të qëndrojë gjatë gjithë kohës duke vëzhguar rrugën. Pra që është diçka që e shohim tek makinat e ditëve të sotme, të cilat funksionojnë në autopilot. Nuk është e mjaftueshme që makina të udhtoj kudo e vetme, duhet se s'ban të qëndrojë një person i ulur aty dhe të vërtoj rrugën. Në çfarë fazash kalon pikërisht ky projekt? Projekti tani është në fazën ku ne planifikojmë se si do ta zbatojmë atë. Kemi vendosur që për të zbatuar projektin do të përdorim një model të vogël, pasi normal nuk mund të punojmë nëpër masa reale të një makine apo një rruge, pra do të përdoret një model i vogël, ku ne do të ndërtojmë vetë si rrugën, si dhe makinën, duke programuar dhe lidhur pjesët së bashku për të formuar një makinë e cila do të mund të udhtojë vetë, të qëndrojë në rrugë, pra të mos dalë jashtë rrugës, gjithashtu në qoftë se në rrugë do të vendosen me shumë makina, të mos shkaktohen aksidente
dhe shkapetje për shembull të makinave me njerëzit. Është rëndësishme që krahas për krahjes të kesh edhe oponencën. Në këtë rast kishte një oponencë, kishte mendime të ndryshme, gjë që nuk them t'ju frenonin në asnjë mënyrë, po të motivonin akoma më shumë realizimin e ideve. Mund t'i quajmë dy oponenca, ku njëra mund të ishte profesori dhe e dyta vetë ne pjesëmarrësit e grupit. Oponenca që vinte nga profesori ishte se, siç e dim, tema ka një limit kohor në cilën ajo duhet përfundohet dhe në momentin ku unë dhash idenë profesorit, ideja ishte kërkonte më shumë kohë për realizimin se ç'kishte. Ju do ta realizoni në miniaturë mbase. Po. Po si do ta realizoni? Në një sallë, në një fushë, në një obor, si do të jetë? Projekti do të vendoset, për masa do të jenë mjaft të mëdha, por do të vendoset rruga mbi një tavolinë dhe makinat, modelet e vogla, të cilat ne do të krijojmë, do t'i printojmë me një printer 3D, konstruktin e makinës dhe të rrugës. Ata do të vendosin makinat mbi rrugë dhe vëzhguesit, vlerësuesit të projektit do të shikojnë projektin që ne kemi krijuar. Ju ndërtuat një projekt, a është i aplikueshëm dhe mbase profesor në vende të tjera gjejmë aplikime të tilla të paraafërta? Aplikime të tilla të paraafërta nuk ka akoma, por ideja e projektit ishte një ide që lidhet me të ardhmen, një ide inovative, duke marrë parasysh se shkenca zhvillohen ditë pas dite dhe rrjetet, siç ishte edhe Dega e cila studion nxënësa që erdhi më përpara, zhvillohen me kalimin e kohës dhe kemi rrjete edhe më të shpejta në ditët e sotme, do të jetë e mundur që makinat të komunikojnë me njëra tjetrën, duke formuar kështu një rrjet inteligjence artificiale dhe në këtë mënyrë makinat duke komunikuar me njëra tjetrën, pra duke qenë në dijeni të vendodhjes që ata kanë, shpejtësisë që kanë, do të munden që të formojnë një sistem rrugor sa më të sigurt për njerëzimin e të ardhmen. Le të shpresojmë që patenta juaj të zbatohet diku, në mos në Shqipëri, diku tjetër, nuk e di, mbase, apo jo, tentoni ju ta publikoni në faqet tuaja në mënyrë që mbase dikush që gjendet jo vetëm afër, po edhe larg, ta përqafoj, apo jo? Premisat për këtë pjesë janë, se shumë shpesh ka ide që nxënësit parashtrojnë që kanë vërtet potencial dhe nuk i dihet domethënë e ardhmja mund të jetë një ardhmë shumë e suksesshme. Dhe njëkohësisht në kurrikulat tona të degëve të ndryshme kemi pikërisht edhe këtë sektor që nxënësit mësojnë çfarë është e drejta ime mbi një produkt që unë lançoj, çfarë është e drejta e autorit, si mund ta marrun të drejtën time, si mund ta patentoj një ide timen, që mos ti bëjmë si më thënë kreativ në sensin e shpikjes së produkteve dhe ideve të ndryshme dhe pastaj të ngelen si më thënë me durë në xhep për atë çka Në fakt këto projekte mbesin në shkollë, merren me vete me curinë e nxënësit, ruhen si kujtime të bukura, si ndodh? Projekti është pjesë e shkollës, megjithatë si eksperiencë, si zhvillim projektit, është diçka që edhe mbet pjesë e CV-s, e cila do të përdoret edhe në të ardhmen në kërkimin e gjetjes të vendit së punës, por gjithashtu është edhe një eksperiencë ku ne kemi mësuar si të dallojmë materialet që na duhen për të krijuar projektin, të mësojmë se si ti përdorim këta materiale që është gjithashtu mjaft e rëndësishme dhe gjatë hasjes së problemeve gjatë rrugës së projektit, të dimë se si ti gjejmë një zgjidhje atyre, gjë që janë gjitha që do të na duhen në vendin e punës ku do të vjen të ardhmen. Nëse të vështroj në psikologjinë time, shoh një djalë të përqendruar, të pasionuar mas ideve tuaja, a është kështu dhe çfarë të nxiti pikërisht të qëndroje në këtë fushë tënde dashurie për teknologjinë e informacionit? Mbas edhe pak nga babai im, i cili është gjithashtu dhe një profesor dhe një mësues, dhe gjatë gjithë jetës, sa herë që në shtëpi kemi pasur ndonjë pajisje e cila nuk funksiononte dhe ai e çmontonte pajisjen dhe shihje një çark shumë të madh me shumë komponentë të ndryshëm dhe nuk e di se si, por gjithnjë gjente. Isha aty, sa do i vogël fëmijë, isha aty në vështrimi. Po, e shihja dhe gjithnjë çfarë do lloj pajisje që ishte, e gjente në një mënyrë se si ta rregullonte atë përsëri, ta bënte siç ishte e re. Kjo ishte që në nxitje të zgjidh temën. Kjo ishte nxitja. Po. E mbastaj mbështetje? Mbastaj duke mësuar më shumë mbi Degën,
dhe përhapje të ndryshme që ka në tema dhe më të ndryshme, përveç këtyre qarqeve të vogla elektrike, duke mësuar se sa e gjerë si temë, atëherë unë mendova të zgjidh diçka që ka më tepër të bëjë me të ardhmen, duke sjellur një koncept që njerëzit kërkojnë, siç flasim çdo ditë, kur do ketë makina fluturuese apo diçka e tillë, mendova që si një koncept që është më pranë atij. Edhe duke bashkangjitur moshën tënde të re, natyrisht fantazia merr akoma më shumë flatra, e mbështetur në këtë realitet shumë të bukur që ti ke në ndjesitë e hershme tuaja dhe që materializohen ditë pas dite në mësimin tonë në shkollë, apo jo? Megjithatë kemi edhe profesorin i cili na kufizon në momente ku imagjinata mund të kaloj mundësi teknologjike që ka në ditët e sotme. Kjo është diçka shumë e bukur, nëse dëshira merr zjarr dhe dëshiron vërtet të realizohet, është një mrekulli ti japësh mundësi çdo nxënësi apo të riu, apo jo profesor. Sa të falenderoj. Në fakt profesorë të dy, si ndjeni pikërisht para ideve që her pas here nxënësit tuaj shpalosin dhe që kërkojnë mbështetje mbase oponencë, mbase një ide tjetër për t'i shtuar, ju vetë viheni në një farë mënyre përpara si bashkautor të këtyre si përmarrjeve ose projekteve që ata kanë. Sie möchte quasi wissen, wie wir uns fühlen, wenn die Schüler uns mit ihren Ideen konfrontieren, wie wir sie aufnehmen, eventuell abspecken, begleiten bis zum finalen Produkt und was wir da in der Hinsicht erleben oder ob wir uns auch als Mitautoren fühlen bei den Ideen und Projekten der Schule. Es ist so, erstens mal nur die Fantasie begrenzt die Möglichkeiten, das ist extrem wichtig. Und das zweite ist, natürlich, das Ganze lebt ja nur dann, wenn alle Seiten gemeinsam an einen Strang ziehen. Das heißt, die Idee kann gut sein, aber es gehört dann auch dazu, damit man sich in die Idee hineinversetzt. Das heißt, wenn ich nur außen stehe und sage, machen, dann ist das bei weitem nicht so gut, wie wenn ich mich in die Idee hineinversetze und versuche gemeinsam mit den Schülern eine Lösung zu erarbeiten, mit der sie Freude haben und ich natürlich auch. Thot të parë që duhet përmendur është që vetëm fantazia është limiti i mundësive, si më thënë, kjo është preja hyrëse. Normalisht që nxënësit me idenë që vinë mund të jenë edhe me një ide shumë madhështore e cilën nuk arrin të realizohet në spektrin kohor që kemi në dispozicion. Dhe nuk është qëllimi që ne thjesht të rrim si të jashtëm dhe të themi bëje, realizoje, mendohu, vrite mendjen, sepse përndryshe nuk do kishte edhe nxënësja të feedback nga ana jonë që duhet. Është shumë e nevojshme që të futemi dhe ne në brendësi të idesë, të mundohemi ta hamundësojmë atë kreativitet që ka shpallur atë ide që do të realizoj dhe së bashku pastaj të ecim për realizimin e saj. Ndërkohë ka ardhur Eni Mandia, e cila është maturante, tashmë je pothuajse në finalizimin e shkollës, apo jo? Sigurisht. Ndërkohë që fusha me të cilën operon në projektet tuaja është fusha është teknika e medjes. Si dhe ndryshe nga specializimet e tjera që deri tani folëm, kjo është edhe një mix mes dizajnit dhe programimit. Dhe pikërisht cila është ajo tematikë që të nxiti në projektin tënd në grup patjetër? Atëherë ne kemi qenë shumë të apasionuar pas lojrave që në fëmijëri dhe prandaj ka qenë edhe ëndra jonë të krijojmë një lojë që është e jona, pra të jetë nga të gjitha aspektet e bërë nga ne. Pra duke filluar nga planifikimi, nga ideja, nga të gjithë karakteret, të jetë diçka që mund të themi po kjo ishte e jona. Dhe ju e realizuat këtë? Po. Çfarë parashtron pikërisht? Atëherë loja jonë quhet Gentleman Run dhe karakteri kryesor është pra një gentleman i cili lëviz pra në periudhën viktoriane, i cili shmang pengesat dhe kështu fiton edhe pikë. Pra mund ta quajmë edhe si një lojë të thjeshtë, por megjithatë shumë të kënaqshme ose nxitse që të punojmë. Kujt i drejtohet pikërisht me mesazhin e saj kjo lojë? Mendoj se është më shumë për fëmijë, sepse ata mund të është zbavitse më shumë. Po. Është shumë zbavitse, si dhe ka më shumë si qëllim të kaloj kohën
dhe të hek stresin e dikuj për shembull, sepse ai është i fokusuar në këtë lojë dhe harron e zëm botën për rreth dhe fokusohet në atë lojën që kemi bërë, pra në atë pra ka një botën lloj që kemi përqendrimi. Po. Përqendrohet në botën që kemi krijuar ne, futet pra në fantazinë tonë. E keni aplikuar pikërisht tek këto mosha të cilat ju i drejtoheni? Atëherë, projekti akoma nuk është i shpërndar me të tjerët, megjithatë është i përfunduar dhe do të tregohet së shpejti. Ju e realizuat në 3D? Si e realizuat? Atëherë, karakterit janë të realizuar në 3D, janë njëherë filluar me dizainimin e karaktereve, si dhe pastaj filluam edhe të implementojmë atë në një program që quhet Unity, dhe në këtë program filluam edhe programimin. Pastaj, pas programimit të gjithë kësaj loje, menduam që ta vendosim edhe në një website ku të jetë aksesueshme nga të gjithë. Mund të gjendet pikërisht nëse klikon diku? Atëherë ne akoma nuk kemi vendosur emrin e kësaj website-i, sepse website-i është i përfunduar dhe të gjitha kanë kryer. Dhe tashmë vetëm po presim që tashmë do të jetë një njëri shumë e madhe që merret edhe ndoshta edhe me klikimet edhe me shikimet të cilat ju do të ndiqeni, apo jo? Po. Gjë shumë e bukur. Kjo ju lindi thjesht si një mesazh nga e voglia juaj apo menduat tashmë si të rritur të ndihmonit këtë moshë? Besuam se ishte një produkt i pasionit ton, pra ndoshta edhe pak nostalgjia e vogëlis dhe tham pse jo të mos jemi edhe ne pjesë e kësaj nostalgjie të njerëzve që vinë. Si u përshëndet nga udhëheqësit e projektit, do thot nga profesorët? Atëherë ata menduan se ishte një projekt me shumë perspektivë dhe ndoshta ishte edhe një lloj sfide, sepse ne ishte hera parë që filluam të bënim një lojë. Megjithatë ata thanë se ishte një ide shumë e bukur dhe na dhanë motivim që të vazhdojmë me këtë projekt. Tashmë shkollës që ti ndjek po shkon drejt finalizimit. Si e sheh veten nga dita e parë tani që je në prag të marrjes së një diplome? Atëherë besoj se kam marrë shumë eksperjenca të reja dhe shumë unike duke krahasuar me gjimnazet e tjera, dhe mendoj se jam e përgatitur dhe kam diçka plus ndryshe nga të tjerë. Si mendon, do të studiosh në Shqipëri apo jashtë vendit? Mendoj se do të studioj në jashtë vendit, por kam dëshirë që të kthehem në Shqipëri pas studimeve. Do të marr një intervistë pas disa vitesh të shoh se ku je. Profesor, vërtet që më bëjnë përshtypje kreativiteti, dëshira, pasioni, çdo gjë që ecën me këtë dashuri të madhe për informacionin i cili për hir të vërtetës është shumë i aplikueshëm. Por duke u ndjekur në vite, unë gjej disa emra të cilët kanë ecurinë e tyre. Përmenda më përpara Gzim Dibrën, Arenz Demalia, Iris Musallari e të tjerë, nuk më vinë në mend të gjithë, por gjithsesi që ato në fakt studiojnë jashtë. Po. Si shikoni këtë mundësi të përgatitjes së nxënësve? Atëherë, ne me maturantët tanë ruajmë një kontakt shumë të afërm, faktikisht, pavarësisht se largohen nga shkolla, për ne mbeten gjithmonë pjesë e institucionit, pjesë e jona, dhe gëzojmë shumë, madje edhe kur vinë nga jashtë shtetit që kanë disa pushime nga shkolla, vinë gjithmonë na takojnë, na tregojnë për eksperiencën që përjetojnë atje, vështirësitë që kanë, ndoshta edhe lehtësitë që kanë, ku vjen dhe ajo faza e reflektimit që tash e kuptoj se sa me vlerë ishin ato këmbguljet, ato projektet e stërgjatura, ato detyrat, sepse kemi lehtësi në atë çka po bëjmë tani. Për momentin të duken të ngarkuara, të vështira, shtigje për të çelur etj, po. Ne faktikisht dhe maturantët e këtij viti, pothuajse të gjithë, mos jam gabimisht informuar, por me sa ditë të gjithë janë të sistemuar
gjatë në universitete dhe në dëshira dhe vazhdimsinë e karrierës së tyre. Nuk e shohim absolutisht negative ikjen e nxënësve jashtë shtetit për një formim plus për bërvetësime një kulture të re ose europiane, le të themi. Është gjë shumë e mirë, madje. Për forcimin e njohurive të gjuhës gjermane që kanë marrë deri tash tek ne. Do janë të gjitha faza që ne i mirëpresim, por duhet theksuar dhe fakti që do kishim dëshirë që kjo punë, ky mund që është investuar tek të rinjt shqiptar, dikur pas përfundimit të një cikli pasurues të mbyllet me reinvestimin e kësaj dije rishtasi në vendin tonë, sepse jam i bindur dhe kjo duket dita ditës që nevojë kemi jashtëzakonisht dhe normalisht nëse na hikën brezi i ri me kokën plot jashtë shtetit. Lidhet edhe me një sër faktorësh dhe kushtesh të cilët nuk mund të diskutojmë sot sepse është një temë krejt tjetër. Që lidhet natyrisht. Profesor Kasmi, ju drejtoni edhe grupin e nxënësve në degën e ekonomisë, e cila konkuron me studentë nxënësit e gjimnazeve të Austrisë dhe me sa di keni arritur rezultate tepër optimiste, apo jo? Po, ashtu është. Është një konkurs ose le të themi lënda e ekonomisë aplikohet në shkollën tonë, pavarësisht se jemi kryesisht një shkollë teknike, normalisht i vendosim dhe fokusin e nevojshëm kategorive të lëndëve të tjera që janë mëse nevojshme për një formim të rumbullakët të një të riu, le të themi, si dhe ekonomia, menaxhimi i projekteve, menaxhimi i biznesit. Dhe në kuadër të kësaj lënde në vitin e tretë që kisha mundësinë të jepja këtë vit klasës time kujdestare madje, mësojnë bazat teorike të një biznes plani, si dhe e praktikojnë ose zhvillojnë atë biznes plan gjatë lëndëve mësimore. Duke nisur gjithmonë rishtësit e kreativitetit tyre, kërkohet që të zhvillojnë një ide të tyre në grup dhe ta mendojnë deri në hapin e fundit, sikur nesër atë biznes do ta krijonin, sikur atë produkt ndoshta që kanë menduar ta drejt për drejt lidhja e teorisë me praktikën. Pikërisht. Ky është një proces shumë aktiv edhe një shkëmbim i her pas hershëm midis nxënësve, sepse këtu është shumë e rëndësishme ana kritike. Nxënësi vjen ose grupi vjen me një ide, vjen me një mundësi që shikon ose një mungesë në treg dhe ta parashtron. Dhe aty roli im është kryesisht ai gjykuesi pak pesimist për t'i bërë të qartë që nuk është kaq i thjeshtë ashtu ndoshta ke menduar, por do të mendosh detajet e tjera që ti jesh i sigurt në suksesin e biznesit. Hartuan biznes planin së bashku, u bë dorëzimi në një platformë dhe institucion austriak, quhet Jugend Inovativ, si më thënë të rinjt inovativ, ku konkurrojmë me të gjitha shkollat e mesme në Austri, që po prapë të njëjtës fush ndërveprojnë. Dhe konkretisht në klasën time unë kisha këtë vit 6 grupe, 6 tema biznesi, plane biznesi, dhe të paktën në shkallën e parë 5 nga këto 6 grupe fituan një bonus prej 300 euro fillimisht, dhe tash i presim do të vijoni në fazat e tjera të konkurimit. Po presim, si më thënë, evaluimin e punimeve tyre. Gjithashtu për të përmendur edhe vitin që shkoi, 2 grupe të kësaj kategorie të shkollës tonë arritën në gjysmë finale dhe u vlerësuan me çmime të shumta, u prezantuan në mediat dhe gazetat austriake dhe ishte për ne normalisht një buzëqeshje shumë e sinqertë që morëm për hir të arritjeve që patën nxënësit. Sepse të lësh gjurmë në ecurinë e nxënësve në një moshë formuese është diçka shumë e rëndësishme, apo jo Eni? Po sigurisht. Sepse ato gjurmë janë shumë të qëndrueshme. Mbase shpesh bëhen mundësi që hapat të shkojnë në një drejtim aso në një tjetër, ku më pas ecuria mund të jetë mjaft e suksesshme, mund të jetë një drejtim ku merr jeta dhe pikërisht në këtë fazë, në fazën e adoleshencës dhe rinisë së parë, këto drejtime janë mos të thelpsore në formimin e nxënësve.
Ne sot unë njohëm me idetë inovative, me projekte të realizuara, por edhe të aplikueshme, sepse këto nuk mbesin në letër, kjo është e rëndësishme, nuk mbesin në një kapak libri që dikur mbyllet dhe për t'u hapur me libra të tjerë më vonë, por gjejnë aplikim në radhë të parë tek ndjesitë humane që nga e cili nis një ide për të ndihmuar në një sferë, për t'u aplikuar në një sferë tjetër, por edhe në atë zjarrin e pasionit për realizimin e diçkaje me duart tuaja. Kjo është e bukur. Unë dua t'ju falenderoj shumë që na sollët këto informacione mbreslënse në ecurin tuaj, duke ju uruar nxënësve dhe stafit të mësuesve dhe gjithë stafit mbështetës në shkollën e teknologjisë së informacionit, siç është shkolla austriake Peter Maringer. Suksese gjithmonë në këtë ecuri. Vërtet ju kam ndjekur, por edhe publiku në ecurin tuaj në vite, dhe kjo është vëmendje e veçantë ndaj ecurisë së nxënësve, gjë që i bën ato më pas në rrugtimin e tyre të jenë më të sigurt dhe më optimist. Unë ju falenderoj shumë që sot ishte në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj edhe një herë suksese. Dua t'i them edhe një mesazh dëgjuesve, meqense morën gjithë informacion të brendshëm nga shkolla jon, gjithashtu kanë filluar dhe regjistrimet në shkollën tonë, të cilat fillimisht bëhen online dhe më pas ndiqen hapa të tjera. Po ne shërbejmë publikut dhe këto janë informacione të nevojshme. Faleminderit.